Alban, qeveria gjithëherë ka mohu inflacionin. Me këto ndarët që pindohen që dyerë për kategoritë, për te dotës, fushatës, zgjerjeve, a pe pranon ashtisare qeveria që ka pas inflacion të madhë në Kosovë? Vetë me formën e veprimit. 8.5% është inflacioni. Nuk e ka pranu asë njerë. Vetëm në prill, ju lutëm, vetëm në muajin prill të këti viti, inflacioni, rritja e çmimeve në ekonomi është 7.5%. Ma e nalta në Evropë dhe në rajon. Dhe në orën tjetër, asë një mas, nuk ka asë një mas, asë një veprim. Refuzimi këtyne masave, ka 100 euro që 2-3 herë, që koncentron këta? Është populizmi pas, blerje votës, apo pranim në heshtë i inflacionit? Absolutisht, është mënyra që është po bëhet, është blerje e votës. Që 3 herë radhazi, para zgjedhjeve, do me thonë, midis fushatës, kryeministri i vendit, detyr, shpërndan para për qytetarët. Kjo është blerje e votës. Vendet tjera demokratike kjo nuk lejohet. Është ndaluar me ligj, sepse quhet keqpërdorimi i zyrës, keqpërdorimi i pozicionit për zgjedhje. Ti mundesh me bë këtë punë, po jo në fushatë zgjedhore. Dhe zakonisht vendet tjera e rregullojnë edhe me ligj, ku pastaj qytetari i vendit e ka të qartë kur i vijnë ndihmat, në bazë të ligjit, e jo në bazë të tekeve edhe disponimit të kryeministrit edhe të klikës së tij. A ndikon si infuzion i ekonomisë ndarja ka 100 euro? Edhe sa është e rëndësishme është në ekonomi, që e vlerësoni, është më e mirë një koinsistencë për një ndihmë ose një mirëqenie rritje pagave, apo një injekcion i tillë? A mund të konsiderohet injekcion, se na nuk e dim ku kanë shkuar ato parë. Së është koha e Bajramit, ne dim që është lidhet e mërkure, ajtë e premte, shtunë e dielle, edhe dim që një pjesë e madhe njerëzve jam synë edhe misit parët jashtë venit. Një pjesë e madhe e parave tani dalin tek familjet, sepse ndihmat po shpërndahen për fëmijë, po shpërndahen për të moshuarit, po shpërndahen për nana, kështu që në një familje del një pjesë e parave. Dhe me ato para, pastaj blehet ushqim, kryhen nevojat bazike familjare. Një pjesë tjetër edhe dalin jashtë vendit. Po edhe duke ble ushqim dalin jashtë vendit. Duke pas parasysh në importin e madh që e kemi si vend. Import kemi shumë, domethënë, dhe dallimin mes importit dhe eksportit është i madh, deficiti tregtar. Neve parat na dalin me njëherë jashtë vendit. Ne blejmë produkte në Sloveni, blejmë produkte në Turqi, blejmë produkte në Evropë, produktet tona që ne i konsumojmë janë kryesisht produkte të importit, kështu që ato parat qysh dalin tek familjet, në supermarketet e mëdha të Kosovës dhe automatikisht në vendet prej ka i blejmë produktet. Kështu që efekti i mbrëmshëm i qarkullimit tyre parave është shumë i vogël. Në ekonominë e quajmë multiplikatori i këtyre shpenzimeve shumë i vogël. Shumë i vogël? Shumë i vogël, absolutisht. Pse ka dështu? Tesë që në Evropë, për shembull, janë të rregulluar me ligj zona. Me ligj. Pse ka dështu? Pse ka dështu një formë e rregullimit me ligj? Asnjëherë nuk kemi pas iniciativë të tillë, ne e dham iniciativën, tham ta rregullojmë me ligj. Ti rregullojmë me ligj shtesat, ndihmat ndaj familjeve, fëmijëve, qytetarëve, pleqve, pensionistëve, grave, ti rregulloj me ligj. Nuk pranoj? Dhe pastaj qytetarët e dinë, saktë e dinë çka i pret. Po, jo me teke. Pse dështoj? Pse dështoj iniciativë? Nuk kishte iniciativë, s'pat, si me thonë, as interesim për me diskutu, por ne do të insistojmë që në mandatin e ardhshëm automatikisht me shty përpara këtë ligj. Alban, cila ka qenë? Dhe ajo tjetra që e përmendëm, falë që po ndërprej, tjetra që e përmendëm është edhe rritja e pagave, ju lutem. Rritja e pagave krijon stabilitet tek qytetarët. E jo ndihmat para zgjedhjeve çdo 6 muaj ose çdo 3 muaj. Rritja e pagave, rriti pagat. Ne po insistojmë rritje të pagave. Edhe paga është çmim, Fidan. Paga është çmimi i punës. Krejt çmimet në ekonomi po rriten, e çmimi i punës nuk po rritet, po stagnon. S'është fair.